Muzika, emocionet dhe atmosfera festive pushtuan sheshin e Tetovës, ku mira qytetarë u mblodhen për të përjetuar një natë të veçantë në kuadër të manifestimit Tetovan Fest. Në skenë u ngjitën emra të njohur të muzikës shqiptare si Sabri Fejzullahu, grupi Minatori, Naser Berisha dhe DJ Shok, të cilët sollën një program që bashkoi breza të tërë. Nga hitet që kanë lënë gjurmë ndër vite, e deri në ritmet moderne, publiku nuk reshti së kënduari dhe vallëzuari. Sheshi u shndrua në një korë gjigant, ndërsa emocionet dhe nostalgjia u ndërthurën me energjinë të rinjeve, duke krijuar një atmosferë që do të mbahet mend të gjatë. Shërbeti i mbrëmjes ishte edhe rock grupi Minatori. Hitet e pavdekshme i huan në sheshin e Tetovës dhe me një frym Naser Gjinovci i këndoi bashkë me publikun. Mori molla me shërbet, qysh bilon këtë muhabete, mos e merr këtë pun hajgare, se pa më mormoj nuk i qore. Kulmi i mbrëmjes ishte performanca e legjendës së muzikës shqiptare, Sabri Fejzullahu, i cili u prit me ovacione dhe duar trokitje të gjata. Me interpretimin e këngëve të tij më të njohura, ai riktheu kujtime të bukura për publikun, ndërsa çdo varg u këndua në një zë nga të pranishmit. Do të kaloj kilometra dhe do të takoj, s'më ndaloj mudhët e vjetra, do të përqafoj, nuk e largon të kam afer, të kam byll në shpirtin tim, kush të tha se t'kam harruar, e ndë gëzimin, moje mira, t'kam nazet, nuk e larë, por jemi në garë, kilometrat janë shumë pak, moje mira, t'kam nazet. Një moment i veçantë ishte dhe urimi publik që Sabri Fejzullahu i bëri kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasami, me rastin e ditëlindjes së tij të 51. I gjithë sheshi u bashkua urimit me duar trokitje dhe brohoritje, duke e bërë këtë çast një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes. Kryetari i nderuar është me votën e popullit ka ardhur. Ai që vije me votën e popullit duhet çmuar dhe respektuar, sikur se ju shif sa bukur e ndëgjoni. Jo lumë të Allah dhe ju qoftë. A e ka sonte ditëlindjen, unë e përshëndes atë bashkëshortën, i përshëndes dhe ministra tjerë dhe Zotri Kasami e ka ditëlindjen dhe dhash Zotin 100 vite bashk. A këndojmë bashk? Shumë morime për ty. Shumë urime për Zotri Kasami. Me artistë të njohur, pjesëmarrje masive dhe atmosferë elektrizuese, nata konfirmoi edhe një herë se Tetovan Fest mbetet një nga ngjarjet kulturore dhe argëtuese më të rëndësishme të verës, duke shndruar qytetin në një qendër të muzikës, kulturës dhe bashkimit të njerëzve.